Por këto janë dhe kërkesat e protestuesve sot, që të shikohet kodi zgjedhor, të shikohet ligje që bëhen për ligje me porosi, pra ti bën ligjet me porosi, edhe ligji për marrim ligjin e fundit që u bë shkak dhe për protesta, ligji për ndërhyrjen në zonat e mbrojtjes është bërë nga një grup deputetësh. Pra domethënë ligji kryesor është bërë nga specialistët e Ministrisë së Mjedisit, një grup deputetësh një ditë bukur vendosën ndryshojnë ligjin. Pra këtu ka një, domethënë kjo është në pjesën e asaj. Si bëhen këto lobime, kemi parlamentin, kemi votat e kemi siguruar se ky është ai që zbulohet sot. Pra represioni politik në gjithë sektorët e jetës, duke përfshirë dhe 3 pushtetet: legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. E qartë. Mire, gjatë lutem ne do të kemi edhe një video sot, një moment ndoshta delikat, ose jo, vlen ta komentojmë gjatë takimit në Ankara, që po zhvillohet në kuadër të NATO-s. Mark Rutte, një moment të paktën edhe në krah të Donald Trump, tregon le të themi, okay, këtu pozicionohen dhe prem që mund ta shikojmë. Okej. Ja tek pozicionohen për të bërë këtë foto, quhet foto familjare, i tregon atletat se vetëm kryeministri ka përshtypjen ka veshur diçka pak më ndryshe nga të tjerë, jo pak më ndryshe, por i ka veshur të bardha. Një reagim ndoshta të Trump nëse ma komenton dot Premçi? Nuk e di. Shiko, kryeministri i Shqipërisë në samitin e NATO-s është injoruar, edhe tashmë vazhdon me lojën e vjetër për të tërhequr vëmendje me atletët e bardha. Një kryeministër që është bërë bajat me këtë formë sjellje, por për të dhënë rëndësi edhe për të marrë gjithmonë opinionin publik, për të marrë gazetarët, për të marrë analistët, për të marrë edhe personalitetet e larta shtetërore të vendeve të antarët NATO-s, domethënë përsëri përdor të njëjtën instrument, atletët e bardha. Normalisht s'është mirë t'i kushtojmë rëndësi atletëve të kryeministit, rëndësishme është se çfarë thot samiti për Shqipërinë. Dhe a do jemi ne me të vërtet vendi i samitit në 2027? Shqipëria? Kjo është cënuar shumë rënd. Është cënuar shumë rënd edhe për situatat që kanë ndodhur në Shqipëri, edhe për shkak të mosplotësimit të buxhetit 5%-shit të prodhimit të përgjithshëm bruto për mbrojtjen, pasi Shqipëria ka ngelur në vend numëror për sa i përket investimeve në fushën e mbrojtjes, madje edhe ata që ka kishin mundësinë repartet ushtarake dhe portët në Bregdetin e Shqipërisë për t'i dhënë si asete për të investuar, për të bërë kryer investimet përbashkëta me NATO-n, domethënë ja kanë kaluar biznesmenëve dhe oligarkëve për zona turistike. Në këtë këndvështrim, mua edhe si ushtarak nuk më bën përshtypje sjellja e kryeministit, pasi kjo tregon që ka një deficiencë intelektuale në raport me seriozitetin që duhet të ketë pjesëmarrja e një kryeministi në samitin e NATO-s. Dhe unë shpreh keqardhjen, edhe më vjen turp që kemi këtë kryeministër që sillet në këtë formë. Mirë, se kryeministri nuk ka herën e parë që i vesh ato, edhe në takime të tjera ka qenë, por ndoshta reagimi Trump nuk e di si e lexoni. Kur do bësh, ka mesazh apo s'ka mesazh? Kur Mark Rutte i tregon që presidenti Donald Trump për atletët e kryeministit, Donald Trump nuk reagon. As nuk qesh, por nuk qesh, parë në mënyrë kategorike. Pra e injoron. Vlerëson ato që ka i thot Rutte, por e shikon vëngër. Atletët e kryeministit i shikon vëngër. Unë kam gjithnjë këtë gjua diplomatike se çfarë. Kjo është gjua diplomatike, është injorim. Takim domethënë duke qenë se folum për çështjen e ligjit e të gjitha, pra Donald Trump. Kryeministri i presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës as nuk qesh, as nuk shpreh habi. Thjesht e injoron. Me fjalë thot ka një shprehje atje nga veriu i Shqipërisë se s'do ta përmend. E qartë. Mirë. Një tjetër moment ku dua të ndalem është fakti që 4 milionë euro janë nxjerrë nga buxheti i shtetit për sa i përket koncertit të Kanye West që do të mbahet në Tiranë. Janë para të cilat janë nxjerrë nga fondi rezerv
Si lexoni ju Karandxha që shteti domethënë sa dhe kryeministi tha për të mos u turpëruar, kuptimi që janë nxjerr 4 milionë euro, po janë nga fondi rezerv. Fondi emergjencave thënë ndryshe. Mendimi im personal është që ky fondi rezervave, pra është si thosh në shtëpi është ai leku hallit që të ndodhin ngjarje jot ti kesh veç, nuk është hall ose problem që të përdoret, pra leku i hallit që marret në shtëpi, nuk mund të përdoret për dasma. Kuptimin për ashtu, s'është lek hallish për lek për smundllike të tjera. Mendoj që këto para, kjo shumë lekësh, nuk duhet kishte shkuar për një koncert privat. Pse? Mund të gjetë një formë tjetër, një kredi sovrane të jepi një kredi atij, sepse personi që ka marrë sipërmarrjen, që ka marrë sipërmarrjen, duhet të çonte deri në fund sipërmarrjen e tij. Ke marrë përsipër është një kompani private, ç'po nga shteti këtu. Ose nëse ndryn shteti, banka ka përshtypjen është Ministria e Turizmit. Edhe Ministria e Turizmit, ai që ka hyrë garant duhet marrë përgjegjësitë, marrë me pronat e veta, jo me pasurinë e vet, jo me pasurinë, sepse me 2 milion, me 4 milion euro, po ti referosh kostës së ndërtimit, janë 80 apartamente të reja që do ishin bërë. 80 apartamente të reja. Pra, duke llogarit që fute një qift, pra qiftet e reja, 160 persona në Shqipëri do kishin zgjidhur qoftë banesa sociale. Qoftë dhe banesa sociale, se me banesa sociale, pra me çmimin e kostës të ndërtimit dhe mos më shumë. Pra ne këto nuk mund t'i investojmë në mënyrë të gabuar, të bëjmë një koncert shumë bukur. Ai që bëri koncertin të marrë borxh në vend tjetër, të marrë kredi në bankë dhe ta bëj koncertin sepse ka marrë përsipër. Ose ndryshe është i paaftë, sepse po na del si rrugët e Shqipërisë, është bosi rrugë kjo. Rrugën ti e merr për 2 lekë, në fund fare shkon 10 lekë, asë ka shpenzime. Çdo sektor i jetës kështu po na ndodh në Shqipëri. Kur llogaritet një shpenzim, ai që e merr sipërmarrësi, e merr shpenzimin përsipër, do ta bëj me çmimin që ka marrë. Ç'po nga shteti këto? Këto janë para që përdoren për emergjenca civile, për raste përmbytjesh, për raste halli, pra domethënë që ka një problematik, do kenë nesër njerëzit për shembull do raste zjarri. Prandaj jemi edhe përballë fushatës së zjarrit ne. Jemi edhe fushatës, pra neve ulim fondin e emergjencave dhe përdorim për një eveniment privat, në thelb është eveniment private. Se i del fytyra pisët, ose i del fytyra pasër, mban përgjegjësi personi që ka majt që bën evenimentin. Madje duhet ishte gjithë burimi i financimit është detyrë e organizatorëve. Nuk ka shteti t'japi garanci. Përkundërzi, unë me sa kam pasur kemi lviz në ato rrugë, janë bërë rrugët e reja, është riveshur rruga, është rrugëzuar rruga, pra shteti i ka bërë ato që ka pas që të bënte. Tani për sa i përket këtyre investimeve, për mua jo 4 milion euro, po më pak tishte duhet ruajt paratë e buxhetit shtetit, duhet ruajtur sepse ne jemi vend i varfër, kemi probleme tjera, pra nuk është problemi popullit shqiptar se erdhi një artist këndoi apo jo. Personi, organizatori, ai që ka bërë verifikimin e shpenzimeve, sepse nuk është ne shumë e vogël. Janë 4 milion euro, se 4 aty, 2 aty, 2 anë dhe dalin që këtu shpërdorohet. Dhe për mendimin tim, personat që kanë urdhëruar lëvrimin e këtij fondi mbajnë përgjegjësi penale. Pra ka vënë që SPAK-u të nisi hetimet. Të nisi hetimet sepse nëse ka zyrtar të cilët kanë firmosur për të, sepse dihet në Shqipëri kemi vetëm një deklarat, nuk kemi asnjë lloj transparencë se si janë lëvruar parat dhe çfarë është bërë me 4, domethënë pse 4 milion euro dhe jo 5. Dhe çfarë do bëj ky me këto? Ka ble karrige, ka ble stola. Ermelinda Meksi, le të themi një eksponente shumë e lartë e Partisë Socialiste, e cila e njeh mirë çështjet ekonomike ka përshtypjen, ka bërë një shkrim ditën e kaluar kur thotë transparenca dhe respektimi i kushtetutës, detyrim ndaj qytetarëve. Nisu nga lajmet e publikuara në media dhe nga publikimi i aktit normativ lidhur me financimin e koncertit të artistit Kanye West me fondin rezerv të buxhetit të shtetit, konsiderohet se është detyrimi i kuvendit të ushtrojë kontroll e tij kushtetues dhe parlamentar mbi këtë vendimarrje. Qytetarët kanë të drejtë të marrin një shpjegim të qartë nëse janë përmbushur kushtet e nevojës dhe urgjencës për nxjerrjen e këtij akti normativ, si dhe nëse përdorimi i fondit rezerv është bërë në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi. Transparenca, llogaridhënia dhe respektimi i ligjit janë parime themelore të administrimit të financave publike dhe
kushte të domosdoshme për ruajtjen e besimit të qytetarëve te institucionet. Sigurisht devijon edhe çështjet, por që duhet kuvendit të kontrollojë këtë. Kishim një problem që e trajtuam më përpara, kishim protesta. Pikërisht shpërthyen protestat si pikë valimi tek arroganca që u përdor në tërheqjen zvarrt një protestuesi në dhunimin e pronave të qytetarëve. Dhe aty lindi revolta mbar popullore për të dalur në protestë sot dita e 39. Dhe unë të thash që në fillim arroganca, prepotenca, arbitrariteti i qeverisë shqiptare dhe sidomos i kryeministrit të Shqipërisë, duke mos respektuar kushtetutën dhe ligjin, ka ngritur revoltën popullore në protestat përditshme. Shkojmë tek rasti konkret. Kemi 16.000 familje të dëmtuara nga zjarret vitin e kaluar, të dëmtuar nga përmbytjet në Shkodër, përmbytjet në Fushkruj, përmbytjet në Durrës, përmbytjet në Vlorë, përmbytjet në Fier, që janë të pak kompensuar prej 5 vitësh në 5 buxhete shteti. Është detyrim ligjor 45/2019 ligji për mbrojtjen civile të Republikës Shqipërisë, i cili parashikon fondin e kontingjentës 4%, që i takon me buxhetin e shtetit rreth 356 milion euro, që duhet të përdoren për të patur ato flotën, se na ka përmend kryeministri i Shqipërisë 13 vite rresht që vitin tjetër do kemi një flotë aerore për fikjen e zjarrit nga aeri me helikopter, me avion air traktor, hidroplan etj, por që në fakt Shqipëria sot nuk i ka. Pra në vitin e 14 Shqipëria nuk i ka. Propagandë në 3D e kryeministrit dhe fjalë të pambajtura ashtu si për ujin edhe për shumë gjëra tjera, ujin e pishëm 24 orë e shumë gjëra tjera. Pra të kesh 16.000 familje pas tre dhe pa i kompensuar në raport me fatkeqësitë e natyrës, për të cilat të detyron kushtetuta dhe ligji 45/2019 për mbrojtjen civile të Republikës Shqipërisë për kompensimin e fatkeqësive natyrore etj. Dhe ti shkon dhe paguan 4.2 milion euro për një event artistik e cila nuk parashikohet në asnjë rast të emergjencave civile të Republikës Shqipërisë. Pra, ky rast nuk kategorizohet, nuk futet tek emergjenca civile, tek mbrojtja civile e Republikës. Por kryeministri i Shqipërisë prek këtë fond të paprekshëm, pra vetëm për fatkeqësitë, dhe e çon për një koncert të një këngëtari. Me të drejtë, zonja e nderuar Emerlinda Meksi, një njohje e legjislacionit në fushën e ekonomisë dhe të mbrojtjes civile dhe të emergjencave civile, le thotë që ky kryeministër deri këtu i shkon me arrogancë dhe i bën kashillek shqiptarëve. Thotë unë e marr fondin e emergjencës për përmbytjet tuaja dhe ja jap koncertit të Kenny West dhe nuk va jap ju për t'ju futur në shtëpi. Në shtëpitë e djegura, të përmbytura, të rrëshitur nga dëbora etj, nga fatkeqësitë e ndryshme të natyrës. Pra, shiko çfarë arrogancë përdor kryeministri i Shqipërisë. Kur dua unë dhe thot Emerlinda Meksi, e nderuara, thot duhet një hetim parlamentar që ky vendim i kryeministrit të Shqipërisë për ta prekur fondin e kontingjencës për një koncert klasifikohet kundër të ligji 45/2019 dhe të kushtetuta e Republikës? Nëse jo, duhet hetoj parlamenti veprimtarinë e paligjshme me një komision parlamentar, veprimtarinë e paligjshme të kryeministrit dhe ushtarëve të tij, si e kanë marrë këtë fond nga fondi i emergjencave civile dhe e kanë përdorur për një koncert. Pse nuk e morën këtë fond dhe të bëjnë një prit të një lumi që mos dal nga shtrati edhe të mos përmbys 100 familje apo 500 familje? Ky fond me të drejtë përkthyer në sipërfaqe ndërtimi, është e barabartë me sterimin e mbi 100 familjeve me shtëpi të re. Pra ne i kemi dhënë Kenny West pa frikë 100 apartamente, 2 dhoma e kuzhinë, ja kemi dhënë për një koncert 3 orësh. Ndërkohë shqiptar, 16.000 familje shqiptare, po i marrim mesatarisht ne me 4 veta, 48.000 qytetarë shqiptarë me 3 veta po i marrim, nuk po i marrim me 4. Po t'i marrim me 4, pastaj do shkem 60. E qartë. Pa si ka mundësi që kryeministër, kaq katil, kaq i zi i tjetë, që familjet shqiptare i lën
në flet qadra, pa banesa, duke jetuar në për kolibe, drasash e plasmasi. Megjithatë, do duhet të ndoshta, meqense i referohet edhe zonja Meksi ku vendi që një stacioni, ky është bën një vlerësim edhe kulturën të historisë. Ky është stacion televiziv, edhe ndoshta nuk bëjmë mirë. Shqiptarët më parë kanë nevojë për minimumin jetik të familjeve shqiptare, pastaj për koncert. Dhe unë do të thoja që protesta e qytetarëve në datën 11 nuk do të jetë në Sheshin Skënderbej, do të jetë të stadiumi i ri, aty ku do të këndoj Kanye West. Dhe të shikojmë kush do të dëgjohet më shumë, zëri i Kanye West apo do të dëgjohet zëri i 200.000 shqiptarëve në protest përreth stadiumit ku do të zhvillohet. Nëse shqiptarët ju ka ngel një pikë gjaku, 200.000 apo 100.000 shqiptarë do të jenë atje përjashtë stadiumit, e të shikojmë që do të dëgjohet zëri i shqiptarëve, Rama në burg, Berisha në burg, apo Rama jep e dorheqen, apo do të dëgjohet Kanye West. Nëse shqiptarët do të bëjnë këtë, nëse shqiptarët do ta bëjnë këtë, atëherë shqiptarët e kanë fituar betejën me regjimin më të keq në historinë e Shqipërisë për 114 vitësh. Faleminderit Prençi. Një tjetër moment ku do doja të ndalesha lidhet pikërisht me atë se çfarë po zhvillon mbrojtja e kryebashkiakut Tiranës Erion Veliaj, ku janë kaluar disa shkallë, është shkuar në kushtetuese, është rikthyer sërish në gjykatën e lartë. Ne dëgjojmë pak insertin dhe rikthehemi ta diskutojmë. Mbrojtja e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj i ka kërkuar gjykatës së lartë që të shqyrtojë me përparësi çështjen e tij pas vendimit të gjykatës kushtetuese që rrëzoi vendimin e mëparshëm të kësaj gjykate dhe riktheu dosjen për rishqyrtim. Në kërkesën drejtuar gjykatës së lartë, avokatët e Veliajt argumentojnë se vonesat në proces po sjellin pasoja të drejtpërdrejta, jo vetëm për lirinë personale të kryebashkiakut, por edhe për ushtrimin e mandatit të marrë nga zgjedhësit e Tiranës. Sipas mbrojtjes, Veliaj ka marrë mandatin e tretë si kryetar bashkie në qershor të vitit 2023, një mandat që përfundon në vitin 2027. Avokatët pretendojnë se çdo vonesë e mëtejshme rrezikon që edhe një vendim pozitiv në të ardhmen të mos ketë më efekt praktik, pasi një pjesë e konsiderueshme e mandatit do të jetë konsumuar. Mbrojtja kërkon që gjykata e lartë të mos e kthejë çështjen sërish në gjykatat më të ulta, por ta zgjidh vetë atë, duke vlerësuar nëse masa e arrestit në burg është ende justifikuar dhe nëse do të mund të zëvendësohet me masa të tjera më të lehta. Sipas argumenteve të paraqitura, çështja nuk lidhet me shqyrtimin e provave apo me një proces të ri gjyqësor, por me mënyrën se si është zbatuar ligji dhe nëse masa e sigurisë ndaj Veliajt është proporcionale. Një tjetër pikë ngritur nga mbrojtja lidhet me qëndrimin e Veliajt gjatë seancave gjyqësore në kabinën e xhamit. Avokatët pretendojnë se kjo mënyrë paraqitje cënon dinjitetin e tij dhe krijon një perceptim fajësie përpara se të ketë një vendim përfundimtar nga gjykata. Sipas tyre, gjykata duhet vlerësojë nëse ka pasur një arsye konkrete sigurie që e ka justifikuar këtë masë dhe nëse janë marrë ende në konsiderat alternativa të tjera. Gjykata kushtetuese më herët ka vendosur shfuqizimin e një vendimi të gjykatës së lartë për çështjen e masës së sigurisë ndaj Veliajt, duke kërkuar një shqyrtim të plotë të pretendimeve të mbrojtjes. Tashmë pritet që gjykata e lartë të vendosë nëse do ta shqyrtojë çështjen me përparësi dhe nëse do të marrë një vendim përfundimtar për masën e sigurisë ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliajt. Mirë, këto me sa duket janë kërkesat që palambrojtëse e Veliajt ka dërguar në gjykatën e lartë, e cila kërkon, le të themi, që të përshpejtojë edhe procedurat për shqyrtimin e të gjithë çështjes. Tani çfarë do të ndodhë? Ç'është kjo kërkesë? Pritet ketë një ndryshim të masës sigurisë? Jemi në djeni të vendimit gjykatës kushtetuese, që ka për Veliajin janë marrë 2 vendime gjykatës kushtetuese. Vendimi i parë që e lënë detyrë, që u shkarkuar dhe është lënë detyrë, dhe është vendimi i dytë, i cili doli në mënyrë të përmbledhur dhe tash është zbardhur totalisht që e kthen çështjen në gjykatën e lartë, por dhe thelbi i vendimit gjykatës kushtetuese kush ishte? Që do të shikohet parimi i profesionalitetit, nëse pse masat e tjera janë të papërshtatshme dhe kjo masë arresti në burg është e përshtatshme. Ne kemi diskutuar edhe herë tjetër, Andi. Unë personalisht jam i mendimit që Erion Veliaj është në burg ose është penalizuar ose proceduar penalisht për një çështje të nivelit 2. Çështja që Erion Veliaj duhet ishte proceduar penalisht për mendimin tim është çështja e dherave. Pra, dherat për çdo metër kub që derëshin në landfillin e Sharrës paguani një taksë, që
që nuk dihet se ku ka shkuar. E dyta është çështja e incineratorëve. Kemi marrjen e kompetencave të Këshillit Bashkiak nga Erion Velia, fakt i cili është denoncuar nga opozita. Për asnjë nga këto raste